Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kardiologu jep urdhër nëse doni të keni zemër të fortë, ja ushqimet që duhet i konsumoni urgjent. Studimi ku morën pjesë 81.000 vetë nxori në pa rreziku në rritje nga sëmundjet e zemrës si pasojë e konsumit të proteinës me bazë shtazore. Ekspertët gjithashtu thanë se njerëzit të cilët konsumojnë sasi të mëdha të proteinës me bazë shtazore ishin 60% më shumë të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Arrorët dhe farat kundër sëmundjeve të zemrës. Sipas tyre, njerëzit të cilët konsumojnë proteinë nga arrorët dhe farat ishin 40% më pak të rrezikuar nga këto sëmundje. Ndërkohë, sipas ekspertëve në mesin e shkencëtarëve, ka lindur prekosh ideja se arrorët mund të jenë të mrekullueshëm për shëndetin e zemrës. Ata kanë qenë dhe mbeten të mendimit se proteina e mishit të kuq e dëmton dhe e dobëson atë. Mishi i kuq, thonë ekspertët, rrit rrezikun e prekjes nga sëmundjet kardiovaskulare, ndaj duhet konsumuar gjithnjë edhe më rrallë ose as pak. Cilët janë arrorët me më shumë proteina? Në një racion të vetëm, një grusht ose rreth 100 gram, shumica e arrorëve ofrojnë 8 deri në 18% të proteinës. Sipas ekspertëve, farat dhe arrorët me më shumë proteinë janë farat e kungullit, kikirikët, bajamet, fistikët, farat e kungullit, farat e susamit dhe gjithashtu farat chia. Sipas ekspertëve, arrorët dhe farat ofrojnë ushqyes të tjerë të dobishëm, jo vetëm për zemrën, por edhe për imunitetin. Shkencëtarët shprehen se arrorët dhe farat janë të pasur me fibër, minerale, vitaminë E dhe acide yndyrore omega 3. Sipas tyre, farat dhe arrorët duhen shtuar gradualisht në dietën tuaj ushqimore, pasi ato janë fantastike në receta të ndryshme dhe janë lehtësisht të kombinueshme me barishte dhe sallata. Arrorët dhe farat janë një zëvendësues i shëndetshëm i patatinave të kripura dhe me yndyrë, të cilat mund të dëmtojnë organizmin dhe në veçanti zemrën. Sipas ekspertëve, ushqimet e shëndetshme për zemrën garantojnë një formë të mirë të organizmit gjatë gjithë fazave të jetës. Ekspertët kanë nënvizuar se ushqyerja e shëndetshme, mos pirja e duhanit dhe aktiviteti i rregullt fizik munden që të parandalojnë me 80% rastet e sëmundjeve të zemrës. Një regjim ushqimor i cili konsiderohet miqësor me zemrën përmban drithra, yndyra të shëndetshme, burime jo të yndyrshme të proteinave dhe një larmi frutash dhe perimesh. Një regjim i tillë përmban më pak karbohidrate të rafinuara, sheqer apo yndyra të ngopura. Disa ushqime në veçanti janë tepër të mira për zemrën sepse ndihmojnë në pastrimin e enëve të gjakut, uljen e kolesterolit, tensionit të lartë të gjakut dhe njëkohësisht inflamacionit. Boronicat. Sipas ekspertëve, të gjitha frutat e pyllit përmbajnë më shumë antioksidantë të cilët e mbrojnë zemrën. Një gjysmë filxhani me boronica gjithashtu përmban 120 mg antioksidantë të cilët ulin tensionin e gjakut. Tërshëra. Studimet po ashtu thonë se tërshëra dhe çdo racion dritrash të plota të konsumuara në ditë ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës me 9%. Tërshëra gjithashtu meriton shumë lavde sepse është e pasur me fibër dhe ajo ul kolesterolin. Sipas ekspertëve, njeriu ka nevojë për të paktën 3 gram fibër në ditë ose më shumë se një gjysmë filxhani me tërshërë.
Ndërkohë, mund të konsumoni mollët, sidomos lëkura e tyre është e pasur me antioksidantë të cilët e mbrojnë zemrën. Sipas studimeve, konsumi ditor i mollëve ul ndjeshëm nivelin e kolesterolit duke filluar me 9%. Për më tepër, mollët janë një prej burimeve më të mira të fibrës së tretshme. Sardelet janë një zgjidhje ideale sepse jo vetëm që përmbajnë pak mërkur, por në 100 gram gjenden 1 miligram acide yndyrore omega 3. Sardelet gjithashtu kushtojnë shumë lirë dhe janë tepër të shëndetshme. Arrorët janë një burim i mirë i yndyrave të pangopura, fibrës, proteinave, mineraleve dhe antioksidantëve. Arrat në veçanti përmbajnë acide yndyrore omega 3 të cilat po ashtu janë fantastike në luftimin e inflamacionit. Ndërkohë, ju duhet të dini se këta përbërës në qoftë se ju i konsumoni 28 gram arra për 5 ose më shumë herë në javë është 14% më pak i rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata të cilët konsumojnë 1 ose më shumë racione arrash në javë janë 19% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Thjerrzat, fasule dhe qiqrat janë të mirënjohura për shëndetin e zemrës. Ato përmbajnë proteinë, fibër dhe gjithashtu folat, të cilat ulin tensionin e gjakut. Por ndërkohë ne këtu do t'ju njohim edhe me pijet më të shëndetshme për shëndetin e zemrës tuaj dhe se si duhet i konsumoni ato. Në Shqipëri shumë njerëz vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe jo vetëm, por ndërkohë shëndeti i zemrës përmirësohet ose përkeqësohet në varësi të ushqimeve, pijeve dhe aktivitetit fizik. Cilat janë pijet më të shëndetshme për zemrën? Gjithçka që ne ham ka një ndikim të fortë në çdo organ të trupit. Deri më tani ne kemi mësuar për ushqimet të cilat i bëjnë mirë apo keq zemrës. Prandaj këtu ju do të mësoni për pijet më të rëndësishme për shëndetin e këtij organi. Si fillim, uji. Uji është pija ideale me 0 kalori dhe 100% hidratim. Ju duhet të pini 6 deri në 8 gota ujë në ditë. Atë ju mundet që ta pasuroni me pak lëng limoni ose kastravec dhe kësaj, jo vetëm do të hidratoheni, por edhe do të merrni vitamina. Qumshti me pak yndyrë apo ai i sojës është një mënyrë shumë e mirë për të marrë kalcium. Ekspertët sugjerojnë që ju të pini 1 gotë qumësht në ditë. Qumshti gjithashtu ndihmon edhe në uljen e nivelit të kolesterolit në gjak. Çaji. Ekspertët thonë se çajrat, kryesisht ata të cilët janë bimor, ulin rrezikun e iktusit, sëmundjeve të zemrës dhe disa lloje të sëmundjeve të këqija. Në qoftë se njeriu konsumon 3 filxhan në ditë, rreziku i atakut në zemër ulet me 11%. Zgjidhni gjithmonë çajra bimor dhe jo produkte industriale. Kafeja është njëkohësisht shumë e shëndetshme për zemrën, por këto vlera largohen nëse ju e pasuroni atë me shumë kremra dhe me ëmbëlsues artificial. Këto të fundit shtojnë shumë kalori në organizëm dhe rrisin kolesterolin. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.